21 vjet në Angli këmë jetu. Restoranin e 5 njerë mas vitit, 2014, po ju kom tregu gjithë shokëve, ka punë në Kosovë dhe torna qenë ma shumë se në Angli. 10.000 kese po thujnë 3.000 kg këpurdha po i thujnë 36 njerë. Morelin e quajmë Ferrari këpurdha. Në 97-ën, punën që punoj shumë këtu, paka shumë bizniset punave që ndërprej, edhe shkaqet ekonomike. Po edhe më vendosa mu largu prej Kosovë me shumë me punu për familje. Kjo është arsyeja e vetme se prej Kosovë kur kush nuk don mu largu nga vendi vet. Vend më mirë se vend linjën nuk ka. Kjo është arsyeja pse unë edhe po thuj se gati gjithë tjerë. Në moshën 24 vjeçar kam qenë, edhe kam udhëtu Anglinë kam dashur gjithmonë, edhe shumë rrugë e komplikume, shumë rrugë e vështirë, në për male, bjeshka të kalu kufet, në kam, ka qenë jashtëzakonisht një rrugtim historik për mua. Një rrugtim jashtëzakonisht të vështirë, po në fund arrita qëllimin, edhe shkova në Angli si azilant, si gjithë shqiptarët në atë kohë. Me zemrë, me shpirt, kur mu këthy në Kosovë gjithmonë ne kemi këta po. Kum pas një qëllim financiar me arrit, edhe mu këthy. Po pastaj filloi lufta, gjendja ekonomike në Kosovë të familjarë të shoqëria ka qenë shumë me vështirë, edhe unë jam musliman, edhe kom studiu pak për fenë islame sa kam qenë i vogël, kështu që kur shkova në Angli, ditën e parë, punën e parë lypa xhami. Shkova në xhami njëjtën ditë, pas u vendosa në Angli, edhe pak anglisht, pak arabisht, pula me imamin e xhamisë edhe me njerë ma gjeti punët nestrit. Edhe fillova punën si pjatalars, një restoran shumë të mirë, edhe kompania që punojsha, shumë më kanë ndihmu me shkollë. Pastaj shkova edhe u regjistrova në Oxford, Universitetin e Oxfordit në Angli, shumë i njefshëm, aty kom kry për kuzhinë. Financat i ka pagu kompania që kom punu për ta. Pastaj punën më ka dashur vetë, se në 2004 e blejta restoranin e parë, edhe temin do me thonë që fillova me punu për vetin me 4 dhjetor, 2004 ka qenë. Mendimin e gruas time, ajo është edhe mësuse, edhe kontabiliste, edhe ju detyru me lanë punën e vetë me fillu me punu bashkë. Po u përshtat ke shumë kontabiliste me punë dokumentash, punë bankave e gjitha, kështu që ka qenë më e lehtë për mua mendimin e saj. Katërtën e kemi hapur restoranin e parë, ushqimin e preferoj ushqimin italian. E preferoj dhe kom punu mas shumë me ushqimin italian, po e kom pasion, e du me zemër, e kom me shpirt ushqimin, kuzhinën me gatu. Restoranin e parë 2004-ën, restoranin e dytën 2006-ën, restoranin e tretë në 2009-ën, restoranin e katërt në 2012-13, restoranin e 5 njerë mas vitit, 2014-15. Restoranin e fundit, dhe më dhëmë 5 restorana që kum punu vetë. Kum ble për vete të punu. Gjithmonë e kam pas në zemër, në shpirt, mu këthy në Kosovë. Në 2002-ën, jemi orë bashkë me grunë në Kosovë për pushime. Britishin e kam marrë në shtetësinë angleze në 2002-ën, edhe në 2005-ën prind kanë ardhur me vizitu në Angli, edhe pse janë pishmon pse janë ardhur, se kur më ponë se çfarë punë e vështirë është, çfarë punë e bëj, punë shumë të tranë, theshin tek shumë ditë mos më ardhë me i pa, heq, qa që vështirë që ka puna. Kjo bënën me rakë si prind. Arsyeja pse jemi këthy, a gjithmonë zemër e kam pas Kosovën. Në Angli, fëmin me dalë deri në park nuk më guxon me lanë vetë me dalë.
në guxon me dalë. Do me thonë, lirinë që e kanë në Kosovë. Nuk ka kurkun në botë. Kënaqësinë që e kanë në Kosovë, nuk ka kurkun në botë. 2018 një më kthy, kanë fillu fëmija shkollën këtu në 2018. Na kemi vendosur 5 vjet më herët. Me qëtë datë, inshallah do të kthehemi në Kosovë. Tamam, 21 vjet në Angli këtu ty. Në për 97 deri në 2018. Kur jemi ardhur këtu, e hapa një restoran këtu, 3 javë ditë e mbylla se nuk ka për mua. Nuk është për mua se njerëz nuk në atë kohë, jo për standardin tem, nuk ka punë. Pastaj erdha për shef firmën nalt, erdha me një shok edhe familjar edhe shok të ngushtë, e hapëm firmën qumështore, po me një dështim gjatë madh, po dështum po 3 vjet kemi punu në firmë. Tash, gruaja jap kem mësim online këtu, për këtu në Angli. Unë po thuj se paka shumë me bashkë me vëllezërit edhe ma shumë për hobi mu knash me ta bashkë, këty ndihmu. Edhe fillum para 6 muajve, fillum me bo një hobi me rrit do këpurdha, se llojet e këpurdhave që na i hom shumë e vështirë me i gjetë në Kosovë. Edhe shumë me sukses, të shtëpia në garazh, bëj shumë rrit shumë këpurdhat, deri sa u takova edhe me Milutin për fabrikën që kjo firma e këpurdhave. Tash po e shihni edhe vetë. Kom fillu këtu është shumë larg shtëpia me ardh ko, po për herë të parë me provu se qysh po funksionon puna. Edhe këtu e 25 ari, po një 20 ari nuk muna me mbjell ma tepër se shumë i papunu shumë bani. Është një lloj këpurdhe që vetëm do Michelin star restorana që i përdorin, në Kosovë nuk ka, nuk i përdor kurkush, është thirret këpurdha Morel. Në Itali, se në Itali shkoj shumë, se kom shumë shok, Masterchef-a kom shumë shok ngushtë, shkoj në Itali, kur ju tregova se do me rrit Morel këpurdhën, thanë, na e quajmë Ferrari këpurdha, këtë Morelin e quajmë Ferrari këpurdha, që do me thonë është klasi shumë high class. Euromushroom në Klin, e kam fakturën, fabrikën, është jo vetëm se u bona kontrat me ta, jo vetëm të puna e këpurdhave, po më kanë pëlqy si njerëz, më kanë pëlqy fort, edhe ju besova edhe paka shumë historia, se dhe drejtori i këpurdhat në Klin është për Amerikë o. Edhe ajo për Amerikë këtu, po punojnë, dhe me thonë, në kontrat, këpurdhat na i blen fabrika. Na furnizon me farë, edhe kur bat me vjellë, na blen, dhe me thonë këpurdhen që s'kena me menua po shitit apo nuk po shitit. Është një gjë shumë e mirë, edhe historia paka shumë me to, aj për Amerike, na për Anglije, kemi qa me bo muhabet, paka shumë mirë. Shok kam që dojnë me arë me jetu mu këty në Kosovë, po edhe nga una financiare në ashtaj nuk janë gati mu këty. Po shumica që një shok që i kam thënë që sa ma shpejt që ta rrijet mundësia, kena mu këty me jetu në Kosovë. Po dojnë me pas edhe atje një tardhën që mi arë prej atjet, ka, jo më varë vetëm këtu. Po me këtë punë që jëmë të e bo tash, me këto këpurdha, këto jëmë të e bo si edhe hera parë për e provoj, po ju kom të regu gjithë shokve, që ore ka punë në Kosovë, ka pare ma shumë se në Angli. Edhe tarna që ma shumë se në Angli. Në Angli që tash për momentin, ore punon për me mbijetu, nuk ka ma ti. Në qofë se s'punojnë 2 veta, 3 veta, mrena një shpije, nuk mundesh me ja dalë. S'mundesh me ja dalë, këtu në Kosovë, kretë kanë shpijat veta, qëra s'pagun, rruj me bërlog, nuk janë shumë, po edhe ka punë që si puna jame, unë e kom si hobi këto, si hobi jëmë të e bo, po 20 ari me ato llogari që i kemi bo,
po mendojmë që kanë me dalë 20.000 euro fitim. Mas shpenzimeve, 12 euro ne i kemi të shitun kontrat të fabrika për 1 kilogram, 12 euro. Ne jemi të kënaqur 12 euro, as menojmë ku mi quat, a janë shitin apo ju. Edhe kur shitin këto do të shpejt, do të më shkue mu transportu në aeroplanet direkt ku shkojnë në Amerikë apo në Evropë. Kjo fabrika na e mundson këto që është puna ma e madhja. Problemi ma i madh si fermer, o shitja. Prodhimi, atëherë që është të gati. Qofse e rrim gati të 1 kese me fara, e pagun 1 euro. Këtu dikun unë ishti dikun një 10.000 kese. 10.000 kese po i thujnë 10.000 euro. Në shpenzime. Edhe pse na jap me gjysmimis. 1 kese i qetë mesatarja 300 gram këpurdha. 10.000 kese po i thujnë 3.000 kg këpurdha. 3.000 kg këpurdha po i thujnë 36.000 euro. Hekja shpenzimet 10.000 euro, plus shpenzime tjera që ka, 20 euro pas të ta jesin mesatarja. Po dhe qështë që është gati. Të shojnë njerëz të diaspora, të shojnë që ka punë, mundesh me gjanu, mundesh me fitu, me jetu super mirë. Edhe i kënaqur. Unë jam Arben Dragusha, nga Prugovsi, komuna e Prishtinës dhe kultivuesi këpurdhës Morell në Kosovë.